E pra të nderuar miqtë e mi, ku po ritakohemi këtë herë për të rikthyer tek Arbana Osmani. Arbana Osmani, moderatorja e njohur që në fakt po korron shumë sukses me emisionin Me mbrëma yje, një emision i qelluar që është i lezetshëm për ta shikuar familjarisht. Arbana Osmani këtë herë ka vendosur që përsëri të bëhet pjesë e të gjitha mediave sociale. Edhe pse nuk është pjesë e Top Channel-it, Arbana përzgjedhën që në një periudhë të ditës së saj të rikthen nostalgjitë e bukura me shoqen e zemrës. Ta rikthen Xhemi Sheun në portokalli, në këndin kur Xhemi po na jepte shumë adrenalin, ndoshta për të goditur dy moderatore që sot janë pjesë e këtij spektakli, për t'i thënë Xhemit se ti je më ideale në portokalli. Moderatorja e njohur shqiptare Arbana Osmani ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut me një veprim që ka ngrohur zemrat e shumë ndjekësve të saj. Në rrjetet sociale, Arbana ka ndarë një moment të veçantë nga emisioni Portokalli, ku shihet duke ndjekur me admirim miken e saj të ngushtë Xhemi Shehu, e cila performonte në skenën e Top Channel. Ky gjest i Arbanës ka bërë që rrjeti të reagojë menjëherë. Shumë ndjekës e kanë vlerësuar si një shenjë pjekurie, sinqeriteti dhe respekti ndaj kolegeve të saj, pavarësisht se Arbana prej kohësh nuk është pjesë e këtij televizioni. Por Arbana Osmani është mike e pandarë me Xhemi Sheun dhe këtë nuk mund ta largojmë. Komentet ishin të shumta dhe mes tyre vërehej një frym pozitive. Njerëzit e duartrokitën për mënyrën e saj të qetë dhe dinjitoze, për të treguar se miqësia dhe mirënjohja vlen më shumë se çdo marrëdhënie pune. Prej disa muajsh Arbana ka qenë në qendër të vëmendjes për ndryshimet që ka bërë në jetën profesionale pas largimit nga Top Channel, pas shumë vitesh suksesi. Gjatë gjithë kësaj kohe, mediat dhe publiku kanë folur shpesh për raportet e saj me ish kolegët dhe me televizionin që ja dha emrin. Por, në këtë postim të fundit, ajo duket sikur ka dhënë përgjigjen më të bukur, jo me fjalë, por me gjeste. Duke ndarë në Insta Story një moment të Xhemi Sheut në skenën ku Arbana tregoi se marrëdhëniet njerëzore, respekti dhe dashuria për miqtë e vërtet nuk ndryshojnë edhe nëse rrugët profesionale ndalen. Ky veprim është parë si një mesazh i qartë për publikun dhe për të gjithë ata që mendojnë se rivalitetet në botën e televizionit duhet të përkthehen në armiqësi. Në fund të fundit, Arbana ka treguar se eleganca nuk është thjesht në paraqitje apo në fjalë, por në mënyrën se si e trajton të shkuarën, në mirënjohjen pa hatërmbetje dhe në një zemër të hapur ndaj atyre që kanë qenë pjesë e rrugtimit të saj. Një postim i thjesht, por me shumë domethënie, një kujtesë e vogël se klasa dhe karakteri nuk ka nevojë për deklarata të mëdha, mjafton një veprim i vogël për të treguar më shumë. Por, a është kjo një shenjë e një rikthimi të mundshëm si moderatore në Top Channel? Kjo mbetet për të parë. Unë nuk e besoj që Arbana do të jetë një rikthim. Arbana është duke punuar me shumë intensitet për emisionin e saj. Mendoj që thjesht Arbana po e kujton me nostalgji kohën kur Xhemi Shehu ishte pjesë e Portokallis, ndoshta për të treguar që edhe Xhemi ka nostalgji për këtë kohë. Dua të marr mendimin tuaj.